Xhamia Plumbit është një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore islame në Shqipëri. Xhamia Plumbit e rekonstruktuar pak kohë më parë është e njohur për një ambient të qetë që e rrethon këtë objekt kulti dhe për rolin e saj si vend lutje për besimtarët. Vizitorët mund të shijojnë jo vetëm bukurinë arkitekturore, por dhe atmosferën historike. Të përjullkohet më së shumti xhamin po vizitojnë turistët e huaj. I am a Muslim. This mosque is very beautiful. Unë jam musliman. Kjo xhami është shumë e bukur dhe e madhe, po na pëlqen shumë. Unë vi për herë të parë në Shqipëri. Kemi ardhur për 4 ditësh. Nga mbrëmja e kaluar jemi në Shkodër dhe sot vendosëm që të vizitojmë xhaminë e Plumbit. Është interesante. I like Shkodër. It's my first day in Shkodër. The mosque is very beautiful, the architecture. Ne vim nga Spanja. Jemi musliman dhe në Shqipëri gjatë këtyre ditëve kemi vizituar disa xhami, kryesisht në Tiranë. Xhamia e Plumbit po na pëlqen shumë. Arkitektura është e mrekullueshme. A lot of mosques in Albania. Për ato që vizitojnë Shkodrën, xhamia e Plumbit është një atraksion turistik që ja vlen të vizitohet, që ofron një njohje të thellë të kulturës dhe historisë së qytetit të Shkodrës.